të kemi në kuzhinë. Mirë se të gjeta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Gati për të gatuar. Mirë se ju gjeta. Receta, shije, aroma, ngjyra, kombinime, pjatash. Tani. Sa bëra qepën, hoqa. Pas ke bërë gjitha produktet gati sot? Të gjitha i kam bërë gati. Po, me pasion, me energji. Do bëjmë një pite. Disa i thonë pite, disa i thonë byrek. Unë e di shumë mirë që byreku është pet, pitja është ndryshe, laknori është ndryshe, por këto janë gjithmonë krahinore dhe gjithmonë do ngelet në thojza një legjendë urbane. Çfarë kanë brenda legjendat urbane? Për shembull, mua sot për shembull më vjen të them që këto vatet e tua janë shumë të bukura sot, për shembull. Nëse unë e them, ja them vajzës time, vajza e thot tjetër, ngelet në legjendë urbane që dikur Niki na kishte vendosur një palë vatë roz të bukur, ishin shumë të bukur, mbas edhe nuk vlen. Por unë i them, por sytë mi janë të bukur dhe ngelen gjithmonë të bukur në legjendat urbane. Kjo është ti investon, për ato ke nevojë. Sot kam nevojë të dëgjoj mirë si duket. Vaj pas këtë bukura. Pas këtë bukura me të vërtet. Këshillat mira. Rofsh, faleminderit. Tani, ti do ta quash byrek domethënë këtë, me sa kuptova unë. Unë do ta quaj byrek, sepse në përgjithësi i thoshin byrek gjithë gjërave. Çfarë ishte në brume, në hapje fetësh ne i thoshin byrek. Po. Këtu kam qepën, kam një gjë dim që kur kemi me kulaçka një brum i zënë me kulaçka është byrek dhe një brum i zënë me 2 petë është lakror. Kjo është ja që zgjidhet dhe kjo legjenda urbane. Tek qepa, që unë e kam ngritë për fatin e mirë nuk diqte, shtoj pak ndyrë. Po. Qepën nuk e kam ngrirë imët, sepse dua që të më duket dhe të ndihet shija. Me pak fare krip e zbus. Nuk do t'i shtoj vaj derisa të pjesa e tiganit të filloj dhe të djersitet. Këtu unë kam domatet, që gjithashtu i kam prerë trash, sepse iqi nuk duhet të jetë me domaten imët fare. Nuk duhet të në marrë salcën. Por, a nuk e duam edhe pak salcë, pa tjetër që duam pak salcë. Për shembull, unë këtu me ndihmën e pontit, po do t'japim pak ngjyrë, kjo është e rëndësishme. E kam çuar deri në fund e kam çuar. Kështu që dihet që ponti sjell këto salcat të cilat prodhohen në pikun e sezonit të domateve dhe dihet që janë të freskëta, në kuptimin që janë edhe na japin një ngjyrë të mirë, na japin edhe një shije të mirë. Dhe nuk ka ndonjë diferencë të madhe me një salcë të përgatitur në çast. Kjo është ideja. Që mos jetë të zbardëllyer, prandaj këto salca të ndihmojnë. Dhe sa të marr unë, sa të përgatis, i ka përgatitur ponti dhe i kam të gjitha. Aty ku je, në krahun tënd, jepi një gëzhe. Çka ke shtuar? Kam shtuar një spec sokuq, që kjo është opsionale sikurse dhe salca, sikurse dhe salcën e pontit për t'i dhënë atë ngjyrën akoma dhe më ekstra këtu, në tigan. Dhe ja çfarë ngjyre të ndezur, të kuqe të ndezur, të marri içi ose mbushja e byrekut. Pra është opsionale, nëse ju jepi dhe një herë, Niki. Jepi dhe një herë. Speci. Tu do të shtoj domatin që e kam prerë, shiko, e kam prerë jo dhe në kubik të vegjur, pra e kam prerë në pjesë mesatare. Tani di si më mirë është. Do të shtoj, ja, shiko çfarë ngjyre që më jep tani. E kam thënë dhe them nuk e di pse për të satën herë, se di, që ngjyra nuk është vetëm ngjyrë në ushqim, por është edhe vitaminë. Janë vitamina, shije patjetër. Është më josh se kur e shikon të bukur pjatën. Nuk do t'i shtoj sheqer, sepse i ka të gjithë përbërësit vetë. Do të shtoj masën e kripës, sikurse edhe pakës piper. Pra një pudrosje shumë e lehtë me piper. Dhe e lë që të bëhet. Ndërkohë, paralelisht me këtë proces, do të vjohet me brumin, besoj. I largoj të gjitha. Tu Albana, me sa shoh, ka përgatitur brumin, të kalon që të qëndroj, edhe të pushoj pak, edhe të vi,
Kështu që është një brum i plot, gati për t'i hapur petët, në mënyrë që të shtojmë pastaj atë mbushjen që jemi duke përgatitur. Me çfarë ke zënë brumin si zakonisht? Është me maja, patjetër jo, është me maja, është brum i ardhur, është brum i ardhur. Me maja, pakës qumë, është krip, ku është krip pa sheqeri pa diskutim. Nëse ju keni dëshirë shumë mirë mund të shtoni pak vaj për hapjen më të mirë, por jo, pra, sa herë që unë them diçka jashtë recetës, janë gjithmonë opsionale. Çfarë mielli kam përdorur unë? Po dihet, mielli për të gjitha përdorimet. Po kemi disa lloje, ndërkohë Atlaska është kujdesur që në kuzhinë të mos na mungoj asnjë prej varieteteve të miellit, edhe mielli për pica nëse ju e keni se e parë kishim në stendën tonë, patjetër që mund të jetë një opsion shumë i mirë, sepse ne po e përgatisim me brum të ardhur, kështu pra kemi vendosur edhe pak maja në të dhe duket që tek fryrja e brumit ka dyfishuar madhësinë. Volumin, ja. Opa. Dhe na qëndroi, sa minuta ka qëndroi gjysore? Gjysore. Gjysore ka qëndruar. Atëherë ku e kishe problemin? Ti kishe problemin se më merr pak atë brumin për atë mielin për pica, të lutem. Hajde ashtu si flutët. Të hapësh shumë. Po, ke do një të hapur këtej. Po pse nuk e merr dot andeti? Po se nga që për spërkatje të duhet. Kryshim këtë bukurinë. Ku e kemi mielin për pica? Ku e pash? Këtu ja, kjo është mielli për pica. Një elegancë që vazhdimisht e shoqëron tryezën tonë. Patjetër, krahun tim. Na duhet që të hapim brumin tani me këtë, po që ja, ta urdhëro. Ja, rrit tjeri se. Okej. Dash me miell, dash me niseshte mund të hapen petët. Por, ju e dini shumë mirë që ne kur brumin e kemi me maja, del më e butë. Gjatë qëndrimit, zbutet. Normalisht, temperatura e dhomës, dritat bëjnë që i të jetë akoma edhe me butë, që kështu mua nuk më duhet brumi që të më ngjisë në duar, sepse nuk e punoj dot. Dhe prandaj, i kërkova Nikit, ndihmën, që të më merrte mielin. Edhe pak fare, edhe. Ndërkohë, këtë psim po e lyej me pak vaj. Edhe gjonë zhurë më nëzirë, si ato shapkat që kërcasin, që rëshqasin në ujë. Po. Ja. Kur është i duhuri, pra trajta konsistenca e duhur e brumit, edhe fakti që ka qëndruar gjysore deri në 30 minuta, 20 minuta, ja dëgjohen këto fluskat kështu, që ndoshta ju nuk arrini do të t'i dëgjoni, por ne kuptojmë këtu gjatë punimit. Brumi nuk ngjit siç e shihni, është i butë dhe gati për të vendosur tani pet pas pete në tepsin e më pas në pjekje. Një furrë të parangrohur, kemi marrë masat. Dhe në fund fare do të shihni rezultatin se si do të jetë një byrek i pjekur mirë, i shkrifët, dhe me një mbushje që tani e ka këtë sezon. Një duhen, domatet ka filluar dalin janë tonat të sezonit, byreku me qep dhe me domate është një nga të preferuarit tanë. Pra do mundohem që peta e poshtme të ke gjithmonë bazë më tepër, pra ka më shumë petë, dhe e sipërmja ka më pak. Mbushjes, pa dyshim. Le t'i rendisim së bashku se Albana të bëj këtë proces tani të gjithë brumit në kuleç, disa poshtë, disa lartë, në mënyrë që ato petët jenë njëra pas tjetrës të shkrifta dhe të shishme. Për sa i takon brumit, do të përdorni 4 gota miell, 1 gotë ujë të vakët dhe 1 gotë qumësht. Gjithashtu, 1 lugë gjelle maja e thatë, 1 lugë çaj krip, 1 kilogram qep për mbushjen, 1 kilogram domate, vaj për skuqje, nëse doni në energjik, të freskët apo të thatë, krip, piper të zi. Pra, byreku i famshëm me qep dhe domate me brum të ardhur. Zum brumin, si që thamë, pak ujë, pak qumësh majan edhe kripën, ujë dhe qumësht gjithmonë të vakta, dhe po t'i lëm, ngrohta. sërisht vinë. Atëherë, bëj dhe këto dyja, dhe
Dhe ky brum si që është, përveç se byrekut, kur zëm ndonjëherë pak më tepër ose duam të lëm pak më njëm, bëhen ato petullat, bëhen pitet të tjera, unë gjithmonë zëm gjithmonë pak më tepër. Jo pa qëllim këto të brum e kam, sepse do ta konsumoj pa tjetër në emision. Kemi variante plot të tjë kavanoza me kremra të ndryshme për t'i dhënë shije të ri me gjithashtu, të pjekura të skuqura kështu si që janë me pak djath. Edhe nise shten. Tani për t'i hapur kulaçkat. Pra sa më shumë vinë. Po. Sa më shumë të qëndrojnë, aq më të buta, dhe aq më shumë fryen ato. I lëm të tilla, sepse në qoftë se kam pa nise shten. 7, 8, 11. Që do t'i ndajmë pak më tepër poshtë, pra nëse kemi 11, diku 6 për shembull. Poshtë edhe pjesën tjetër te peta e sipërme. Ta shpejt dhe që hapen, kur qëndrojnë si që duhet. Atere, filloj tryezën, që mos më gjisi. Kështu. Që t'ja për të mëdhaja, apo më të... Atëherë, dhe duke I lënë ashtu dhe të palosura edhe njëra pas tjetrës, përsëri do të qëndroj ai brum, përsëri do të hapet me oklai, deri në finalizim, deri në pjekje dhe mbushjen pastaj, sigurisht, pastaj pjekjen. Kështu, ndërkohë, kalojmë tani në shkëputjen tonë të parë, sa të bëjmë gati petët e tjera, I ndoqët këtë proces, pra do t'i hapim të gjitha kulaçkat në këtë formë dhe pastaj do të finalizojmë 2 petët kryesore, duke I bashkuar njëra pas tjetrës të hollat. Kur I kthyem në kuzhinën tonë për të vazhduar me byrekun, jemi dhe në 3-4 kulaçkat e fundit, përpara se ta pjekim, mbushja me qep, domate, pak salcë, krip, piper të zi. Domateve nuk I kemi shtuar ujë, thjesht me lëngjet e tyre, është duke u përgatitur mbushja. Dhe më kryesorja është pikërisht brumi, konsistenca e tij petët, të cilën brumi pra të cilin e kemi zënë me maja për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit ton, po I sqaroj se çfarë kemi shtuar tjetër tek mielli ola për çdo përdorim apo mielli për pica. Kemi shtuar ujë të vakët, qumësht të vakët, maja, buke dhe krip. Pak sheqer për t'u aktivizuar majaja, si një kërpull që është, dhe kemi lënë të qëndroj, pasi kemi punuar, kemi lënë të qëndroj për 30 minuta. Pas 30 minutave, brumin e kemi ndarë në kulaçka, hapim se cilën kulaçk në një madhësi pete të tillë, siç po e shihni në ekran, dhe duke bashkuar tani petët e hapura në një të vetme, mundohuni që petën e parë, atë të poshtmen, ta keni me më tepër kulaçka. Hapim një të plot dhe shifeni sa shpejt që hapet. Shiko si është sa elastike, janë petë elastike dhe rezultati pastaj në pjekje do t'jetë po I tillë, I shkrifët dhe I but. I byrek I shkrifët dhe I but. Duke parë tani madhësinë e tepsisë, përkatur kështu me vaj, besoj se është një petë normale. Normalisht që anësoret do priten, Do priten, ose më duhet që pjesa e poshtme të jetë e duhur.
Themrat do t'ja lë mikit. Shive një mbushjen? Do të shtoj. Në tretur, edhe pak vaj. Do edhe pakës. Okej, do të vendosim mbushjen tani? Po. Edhe ato domatet që janë ashtu pak në copë, ndoshta... Prandaj dhe këto domatet janë bërë të tilla. Shif? Janë të zbutura dhe treten me një herë tani, një të trazuar me një lugë druri. Ato janë pelte. Pra dikush e do që bizotëron më shumë domatja, dikush e do baras me qepën dhe nuk e do... E lë tani? Jetë shumë prezent, e lëm të ftohet. Po, lë ftohet dërsa unë të bëj. Tek peta e sipërme, 4 kulaçka të plota, duke i hapur, i kanë spërkatur pa dyshim kanë dhe sasinë e tyre të... Baza duhet jetë gjithmonë. Po thuaj se të ketë 2 pet më tepër se e sipërmja. Okej, ja dhe dyta. Ja dhe e treta. Tani gjatë kohës që bëhen dhe 2 kulaçkat e tjera, se jemi drejt përfundimit, por shfrytëzoj këtë moment të shkoj të bëj një kafe. Ndezim ekspresin, gjithmonë duke mbushur depozitën tonë me ujë, për të qenë gati dhe për të shijuar një kafe. Kush më ka lënë gati këtu? Vetëm njerëzit që të duan. Ka lënë kapsulën gati, pa më lënë të vendosë se çfarë kafe do konsumoj. Gjithsesi, kapsulat janë cilësore, janë ekologjike, janë të riciklueshme, përmbajnë 7 gram, plot 7 gram brenda kafe, ndaj dhe mokador ka atë shijen, aromën e mirë, kremozitetin e një kafeje cilësore, duke na ofruar mundësim për të marrë energjinë e duhur ditore. Bëhet gati, sa dhe byreku të na është çoko. Nuk është kafja, është çoko që zgjedhim gjithmonë, ja, këto kapsulat këtu, të cilat kanë një shije fantastike. Pastaj kemi me gjinsengun, do t'i provojmë të gjitha shijet avash-avash, se deri tani jemi ndalur tek shijet e forta, sepse është mëngjes dhe duam që të zgjohemi këndshëm. Mund ta merrja në filxhan edhe më të madh. Kjo ka një aromë kakaoje fantastike, kakao, qumësht. Dhe për ata që e duan të ëmblën, e duan shijen e mirë të kakaos, ja, na ofron këtë variant mokador. Dhe thashtë të shikoja kështu duke shijuar këtë kafe, se isha duke menduar të shkoj tani, të shkoj pastaj, po s'doja të merja vëmendjen e byrekut, se edhe byreku me qep me domate është ndër të preferuarit e mi, kështu që hë pak andej, hë pak këtej. Edhe lagzuar. Të bëf të mirë. Shiko si është... Sa i mirë, me aromë lajthie. Kakao dhe që ka aromë lajthie. Bravo, kush pak është e lëngati kapsulën. Jon, aja tje. Kush pra? Aja tje. Visi. Okej. Faleminderit. Shtojmë. Mira atë është kjo shija, në fakt, me aromë lajthie. Shtojmë vaj, sikurse dhe mbushjen, shiko. Po. Pra, ndihmojeni me salcë. Mbushja ka dalë shumë e mirë. Petët perfekte. Shiko. Kjo petë që juve ju duket e trash, nuk është e tillë. E përhapim e gjitha ndej. Deri këtu, sepse mbushja do bëj goca ta thëmbra. hasyri. Ansoret pak, s'ka problem, le tjetër nëse e rudhim aty në mes. Patjetër që po. Që mos jetë jek peta me tepsim, por edhe në çike mbledhur aty në mes ka lezet. Pjekja pastaj, aty bravo. Të lumshin duart. Jep mua ato femrat, se i kam qenë italos kështu.
ti bëj themrat edhe unë marë sërish brumin. Po, na mbeti pak brum, nuk do ta çojmë dom, po kastile e kemi zënë pak më tepër se një rrugë dy punë. Sa të zinim përsëri brumin një ditë tjetër, tregojmë disa çfarë quhen këto pite. Pite, ja. Direkt. Direkt s'po vonohemi. Ta vendosim, ta spërkasim pak me... Një sekond, Nuk i bëra dash mirë sot, po s'ka gjë. Miri ke mirë. Se kishte shumë salcë brenda dhe bëheshin këto asore femra. Do ta ndashti këtë. Okej, se do fryhet ajo edhe. Super. Që doli në formën e një pice. Kaq mirë ka për të dalë. Kur të piqet. Do vaj kjo sipër, do t'i vendosim çik vaj. Pa kosfarja. O, pa, në rregull. I ka. Direkt në furrë, ta pjekim dhe ta shijojmë. Vajza iku, të lutem mos ik Niki se të dua këtu.